Ministria e Brendshme dhe Identitek sot lançon dy procese shumë të rëndësishme, të cilët do t'i vinë në ndihmë qytetarëve për lehtësimin e të gjitha procedurave për sa i përket aplikimit online për marrjen e një kuponi dhe vazhdimin e procedurave për prodhimin e kartave të identitetit. Së pari, qytetarët shqiptarë do të kenë mundësi që nëpërmjet platformës në Identitek të aplikojnë kuponin elektronik dhe më pas të vijojnë me prodhimin e kartave të identitetit. Së dyti, ky është një proces i cili vjen në ndihmë të gjithë qytetarëve, duke lehtësuar edhe një herë veprimet e tyre për marrjen e kartës. Sot, neve mund të prodhojmë kartat e identitetit nëpërmjet një afati kohor nga 1 deri në 3 ditë. Kjo do të bëjë edhe një herë shkurtimin maksimal të gjitha afateve të pritjes për prodhimin e kartës së identitetit. Neve kemi edhe një element tjetër shumë të rëndësishëm për sa i përket rritjes së sigurisë së elementeve të pasaportës. Freskida, si përkon ky certifikim në arenën ndërkombëtare dhe në një certifikim ndërkombëtar të pasaportës tonë? Zoti Ministër, ne së fundmi jemi antarësuar në drejtorinë e çelësave publik në organizatën ndërkombëtare të aviacionit civil dhe kjo do me thënë se pasaportat tona ka një siguri më të lartë, duke qenë se ne futemi në një rrjet ndërkombëtar dhe jemi vendi 99 që ne jemi antarësuar nga 103 vende që janë pjesë e kësaj organizate dhe kjo bën lehtësim të udhëtimit të qytetarëve tanë, të përmirësimit të përvojës së tyre në kufin të përkatës. Pra pasaporta jonë ka një siguri shumë të lartë, duke luftuar në këtë mënyrë edhe terrorizmin, por duke përmirësuar edhe imazhin e pasaportës tonë në arenën ndërkombëtare. Pra kjo pasaport do të jetë vështirë për të falsifikuar dhe unë mendoj ne të kemi një standard të ri të sigurisë të pasaportës shqiptare, e cila do të jetë shumë afër me vendet e Bashkimit Evropian. Kjo është shumë e vërtet, pasaportat tona aktualisht identifikohen në mënyrë automatike nëse janë origjinale apo jo, pra nëse janë gjeneruar nga Identiteku ose jo. Sot ne kemi lançuar kuponin elektronik, i cili e bën eksperiencën e qytetarit shumë më të thjeshtë, duke qenë se aktualisht nuk do duhet më të paraqiten fizikisht pranë postës apo përfaqësive diplomatike, por mund të drejtohen direkt te faqja jonë e internetit dhe me 2-3 hapa shumë të thjeshtë, ata mund të pajisin me kuponin elektronik dhe më pas të procedojnë me aplikimin për dokumentat biometrike.